Djalë apo vajzë, zbuloni gjininë e fëmijës vetëm me sot buke. Përcaktimi i gjinisë së fëmijës zakonisht bëhet me teste eko-ginekologjike, por shpeshherë prindrit janë shumë më kurioz se ç'duhet për ta gjetur gjininë e fëmijës së tyre që në fazat e para. Gjithçka që ju duhet është pak sot buke. Në një tas jidhni pak nga urina dhe hidhni një lugë sot buke. Nëse urina fillon të bëjë fluska, atëherë me shumë mundësi është një bebe e gjinisë mashkullore. Nëse urina nuk do të reagojë shumë pas hedhjes së sodës, atëherë mund të tregojë që po prisni një vajzë. Nga eksperimenti i bërë me 31 veta, 22 prej tyre e mësuan me saktësi gjininë e fëmijës së tyre të ardhshëm. Ky test natyrisht që nuk është 100% i sigurt, por mund t'ju vijë në ndihmë në rast se jeni shumë kurioz përpara kohe. Ju ftoj të na tregoni në komente nëse ndonjë prej jush e ka bërë këtë test dhe sa i vërtet ka rezultuar.